Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj një histori që ka tronditur opinionin publik. Një histori e pabesueshme, por e vërtet, që tregon deri ku mund të shkojë njeriu kur përballet me varfërinë dhe frikën për të mbetur vetëm. Një nën, e cila për vite me radhë jetonte me pensionin e burrit të saj, vendosi të bëjë një akt të tmerrshëm. Ajo fshehu trupin e tij pas vdekjes, vetëm që të mos humbiste të ardhurat me të cilat mbante familjen. Askush nga fqinjet nuk e kishte kuptuar mungesën e burrit, pasi ajo e justifikonte çdo herë me një arsye të ndryshme. Herë thoshte se ishte në spital, herë tek të afërmit, por pas disa vitesh, e vërteta e errët doli në dritë, duke shokuar gjithë komunitetin. Në një fshat të qetë dhe të harruar nga koha, jetonte një grua e thjeshtë, një nën që kishte kaluar gjithë jetën me sakrificash dhe mungesash. Bashkë me të, jetonte burri i saj, një ish punëtor i ndershëm që pas viteve të gjata të punës kishte dalë në pension. Pensioni i tij ishte i vetmi burim të ardhurash për familjen, i vetmi shpëtim për të paguar dritat, ujin dhe për të vënë bukën mbi tryez. Por jeta kishte vendosur ta godiste rënd këtë grua. Një mëngjes, burri i saj ndëron jetë në gjumë, pa dhënë asnjë shenjë paralajmëruese. Ajo e kuptoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur, por në vend që të njoftonte autoritetet, u pushtua nga paniku. E dinte se me vdekjen e tij do të humbiste pensionin, e me të, edhe mundësinë për të mbjetuar. Ishte vetëm, e sëmur, pa të ardhura dhe pa mbështetje. Në një moment dëshpërimi, ajo mori vendimin më të errët të jetës së saj. Ta fshihte trupin e burrit, me duar që i dridheshin, e vendosi trupin në një dhomë të mbyllur. E mbuloi me batanie dhe filloi ta trajtonte sikur ai ende ishte gjallë. Çdo muaj, ajo shkonte në postë, merrte pensionin dhe kthehej në shtëpi me lot në sy, duke e ditur se çdo monedhë që mbante në dorë vinte nga një mashtrim. Me kalimin e viteve, ajo nisi të mbyllej gjithnjë më shumë në vetvete, shmangte njerëzit dhe nuk lejonte askën të hynte në shtëpi. Fqinjet filluan të dyshonin, por ajo kishte gjithmonë një justifikim. Është sëmur, po fle, nuk do të shqetësohet. Askush nuk e dinte të vërtetën e errët që ajo mbante brenda mureve të asaj shtëpie. Vitet kalonin dhe gjithçka dukej sikur kishte mbetur e ngrirë në kohë. Gruaja jetonte çdo ditë me frikën se e vërteta do të zbulohej, por edhe me bindjen se nuk kishte rrugë tjetër. Çdo muaj, ajo shkonte në bank për të tërhequr pensionin e burrit, me një qetësi të rreme që i fshihte brenda shpirtit një stuhi ndjenjash. Faj, trishtim dhe një ankth që e gëryente ngadalë. Çdo natë flinte në të njëjtën shtëpi ku, pas një dere të mbyllur, ndodhej trupi i njeriu që dikur kishte dashur. Ajo i fliste, çante dhe kërkonte falje, sikur shpirti i tij ende dëgjonte. Por një ditë, gjithçka mori fund. Një fqinj i vjetër, që nuk e kishte parë burrin prej shumë vitesh, vendosi të njoftonte autoritetet. Policia mbërriti në shtëpi dhe pas kërkimeve, u përball me pamjen që askush nuk do të donte të shihte. Trupi i pajet i burrit ishte ende aty, i ruajtur me mënyra primitive, i mbuluar dhe i harruar në një dhomë të mbyllur. Në atë moment, e vërteta doli në dritë dhe gjithë fshati mbeti i shokuar. Gruaja, me fytyrë të zbehtë dhe sy të mbushur me lot, pranoi gjithçka pa asnjë rezistencë. Ajo u rrëfye me zë të dridhur. Nuk e bëra nga e keqja, vetëm s'kisha si të jetoja. Pensioni ishte gjithçka që kishim. Fjalët e saj prekën zemrat e të gjithëve, sepse pas këtij akti të frikshëm fshihej një realitet i dhimbshëm. Varfëria, vetmia dhe dëshpërimi që e kishin shtyrë të humbte kufit mes së drejtës dhe të gabuarës. Autoritetet ndërhyn, por historia e saj u kthye në një simbol të asaj se si mungesa e mbështetjes mund ta çojë njeriu në çmenduri. Lajmi u përhap me shpejtësi në gjithë zonën. Fqinjet që për vite të tëra e kishin parë si një grua të qetë dhe të vetmuar, mbetën pa fjalë. Askush nuk mund ta besonte se ajo kishte mbajtur një sekret kaq të rënd për kaq gjatë. Disa e gjykuan, e quajtën të pamëshirshme dhe të ftohtë, ndërsa të tjerë ndjen vetëm dhimbje për të, duke parë tek ajo një viktim të një jete të padrejtë, të mungesës së ndihmës dhe dashurisë. Media nisi ta trajtonte historinë si një rast tronditës që tregonte realitetin e shumë të moshuarve që mbeten vetëm dhe të harruar. Gazetarët shkuan përpara shtëpisë së saj, ndërsa kamerat filmuan atë kasolle të vogël ku koha ishte ndalur. Gruaja qëndronte ulur në një karrige druri, me sytë e humbur, e rënuar nga faji dhe nga vitet e heshtjes. Ajo nuk kërkoi mëshirë, vetëm tha me zë të ulët:
Unë nuk doja ta humbisja as atë, as jetën që kishim. Pas hetimeve, autoritetet vendosën që ajo të mos dënohej rënd, duke marrë parasysh moshën, gjendjen e saj mendore dhe arsyet e dëshpëruara që e shtyn në këtë veprim. Ajo u dërgua në një qendër kujdesi për të moshuarit, ku për herë të parë pas shumë vitesh ndjeu se nuk ishte më vetëm. Edhe pse e vonuar, ajo mori një ndihmë që dikur do t'i kishte ndryshuar jetën, por brenda saj mbeti përjetësisht plagë e fajit, se dashuria dhe frika e humbjes se kishin kthyer në një grua që jetonte mes dy botëve, as me të gjallët, as me të vdekurit. Në mbrëmjet e qeta të qendrës së kujdesit, gruaja rinte shpesh vetëm, pranë dritares që shikonte nga kopshti. Atje, në dritën e zbehtë të hënës, ajo kujtonte jetën e kaluar, momentet e bukura me burrin e saj dhe çastin kur gjithçka ndryshoi. Çdo kujtim ishte një thik që e priste nga brenda. Nëse do të kisha pasur dikë të më ndihmonte, ndoshta s'do të kisha arritur kur këtu. Përshpëriste me zë të ulët, sikur po fliste me shpirtin e tij. Ajo i lutej Zotit çdo natë që ta falte, sepse zemra e saj nuk dinte si ta falte vetveten. Punonjësit e qendrës nisën ta njihnin historinë e saj. Disa qanin në heshtje kur e dëgjonin, të tjerë përpiqeshin ta ngushëllonin. Me kalimin e kohës, ajo nisi të tregonte edhe për jetën e vështirë që kishte kaluar, për fëmijërinë në varfëri, për sakrificat e panumërta, për një martesë të ndërtuar mbi punë dhe ndeshmëri. Ne nuk kishim shumë, por kishim njëri tjetrin, thoshte me një buzëqeshje të lehtë që fshihej pas lotëve. Në fund, ajo u kthye në një simbol për shumë të moshuar të harruar. Historia e saj u përdor nga organizatat e ndihmës për të treguar se çfarë ndodh kur një njeri mbetet vetëm, pa përkrahje, pa dashuri dhe pa mbështetje. Para se të mbyllte syt për gjithmonë, ajo la një letër të shkruar me dorën e saj të drojtur. Mos më gjykoni për atë që bëra. Unë nuk doja të gënjeja, vetëm doja të mbjetoja. Zoti e di se gjithçka që bëra ishte nga frika, jo nga e keqja. Lotët i ranë mbi fletë, dhe me to u shua edhe një shpirt që kishte luftuar për jetë, por që u mund nga vetmia dhe dëshpërimi. Kur lajmi i vdekjes së saj u përhap, shumë njerëz u prekën thellë. Ata që dikur e kishin gjykuar, tani e kujtonin me dhimbje dhe keqardhje. Në varrimin e saj, disa nga fqinjet e vjetër që kishin jetuar pranë saj për vite me radhë, sollën lule dhe ndezën qiring në kujtim të një gruaje që kishte mbajtur mbi supë një barë shumë më të rëndë se sa mund të duronte. Ishte vetëm dhe askush nuk e pa, përshpëritnin me lot në sy. Në atë moment, komuniteti kuptoi diçka që ndoshta kishte harruar. Se shpesh, pas mureve të heshtura të një shtëpie, shihen histori të dhimbshme që kërkojnë vetëm pak dashuri, pak kujdes, pak vëmendje. Askush nuk e pyeti kurrë se si ishte, nëse kishte nevojë për ndihmë, nëse ishte mirë. E tani, kur ajo s'ishte më, të gjithë e kuptuan se kishin dështuar si njerëz. Historia e saj u kthye në një kujtesë të fortë se vetmia është një nga plagët më të mëdha të shoqërisë moderne. Në letrën e saj të fundit, ajo shkruante: Mos lini askënd vetëm. Një fjalë e mirë, një trokitje në derë, mund t'i shpëtojë dikujt shpirtin. Mos harroni të kujdeseni për të moshuarit tuaj, sepse pas çdo fytyre të lodhur fshihet një histori, një dhimbje, një mall për dashuri. Dhe kështu, edhe pse jeta e saj u mbyll me një sekret e errët, ajo la pas një mësim të çmuar, që ndonjëherë krimet më të mëdha nuk lindin nga e keqja, por nga dëshpërimi. Dhe në fund, ajo mori faljen e shumkujt, dhe ndoshta edhe të Zotit.